Po vra shpion. Shpioni i Serbisë është, agenti i tyre është, njeri i tyre është. Demarkacioni, çakorri, zhlebi, çakorri, demarkacioni. Top, në ka rri kryeministët e lëshut Bajrakun. Tarifa, toksa, tarifa që të vinin në qeveri e ta lëshoni. Nga tradhtare njeri i Serbisë e Rusisë në bashkëpunëtor. Mes lëvizjes vetëvendosje dhe aleancës për ardhmërinë e Kosovës janë bërë 4 koalicione në nivel lokal. Në komunat në të cilat ka balotazh, në Fushë Kosovë, Lunik, Prizren dhe Pej, lëvizja vetëvendosje dhe aleanca kanë bashkuar forcat përmes krijimit të koalicionit. Por apo ju kujtohen deklaratat e bujshme të Ramush Haradinajt ndaj Albin Kurtit. Kreu i aleancës vazhdimisht në deklarimet e tij publike e ka quajtur Kurtin tradhtar, spion të Serbisë dhe bashkëpunëtor të Rusisë. Kjo gjuhë nga shumë kush është interpretuar si ngritje e Kurtit politikisht. Analisti Afrim Kasolli ka deklaruar se me këtë qasje, subjektet e tjera politike po i kontribuojnë fuqizimit të Albin Kurtit, aty ku ai tradicionalisht ka qenë i dobët. Kasolli thekson se Ramush Haradinaj, përpos që ka merit në fuqizimin e Kurtit politikisht në nivel qendror, ai tashmë po e bën këtë edhe në nivelin lokal. Edhe analisti Mermush Kolaj ka reaguar pas koalicioneve AKVV duke ironizuar. Mushkolaj thotë: "U kënaqën t'u bë marrëveshje për balotazh. Partia që udhëheqet nga njeriu i Serbisë, Albin Kurti, dhe partia që udhëheqet nga miku i Radojqiqit. Pas Fushë Kosovës edhe në Prizren e Lunik, normalisht për të mirën e vendit."